Gjykata kushtetuese vendosi rikthimin në detyrë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku duke rrëzuar vendimin e GKK-s që e kishte pezulluar nga funksioni. Vendimi është marrë mes një ndarjeje të qartë brenda trupës gjykuese, jo vetëm në qëndrime, por edhe në profil profesional. Sipas burimeve nga brenda gjykatës kushtetuese, 5 antarë votuan kundër vendimit të GKK-s, duke hapur rrugën për rikthimin e Ballukut në detyrë. Këta janë Sonila Bejtja, Fiona Papajorgji, Genti Ibrahimi, Sander Beci dhe Mariana Semini. Të përbashkëtat mes tyre nuk janë vetëm në vot, por edhe në origjinën profesionale. Asnjëri prej tyre nuk vjen nga sistemi gjyqësor i karrierës. Para emërimeve në gjykatën kushtetuese, ata kanë ushtruar role si akademik, avokat, noter, këshilltar ligjor apo drejtues institucionesh, por jo si gjyqtar që kanë dhënë drejtësi në gjykata. Në krahun tjetër, 3 antarët që mbështetën vendimin e GKK-s duke argumentuar ligjshmërinë e pezullimit janë Marsida Xhaferllari, Asim Vokshi dhe Ilir Toska. Ndryshe nga 5-shja kundërshtuese, të 3 vijnë nga sistemi gjyqësor, me karrierë të gjatë si gjyqtar në gjykata të rretheve, apel dhe institucione të larta të drejtësisë. Kjo ndarje ka nxjerrë në pa një debat të fortë institucional. A duhet të peshojë më shumë përvoja akademike dhe administrative, apo përvoja konkrete në gjykim penal, sidomos kur bëhet fjalë për vendime të marra nga GKK-o ndaj zyrtarëve të lartë. Vendimi i kushtetueses që çoi në rikthimin e menjëhershëm të Ballukut në detyrë, po shihet nga kritikët si një sinjal problematik për hetimet ndaj pushtetit ekzekutiv. Fakti që vendimi u imponua nga gjyqtarë që nuk kanë qenë pjesë e sistemit gjyqësor, ndërsa u kundërshtua nga ata që kanë ushtruar realisht funksionin e gjykatësit, thellon debatin publik mbi përbërjen, rolin dhe balancat reale brenda gjykatës kushtetuese.